Përshëndetje të gjithëve dhe faleminderit që keni gjetë kohë për me marrë pjesë në konferencën e sotme të organizuar prej neve për demokraci për zhvillim, në lidhje me transportin publik dhe kopshte që janë një parakusht për zhvillimin ekonomik të vendit. Njëherë shënojmë edhe përfundimin e projektit, i cili ka qenë mjaft intenziv për të kuptuar edhe më thellë problemet të cilat po i mbajnë gratë jashtë tregut të punës, qoftë në nivelin urban, qoftë në nivelin rural. Duke falenderuar për krahasit e projektit Smart Balkans, të cilët ndër vite na kanë mbështetur mbi temën e njëjtë, do t'i prezantojmë disa prej të gjeturave dhe disa mikrostudimeve që ne kemi bërë në këtë drejtim. Pjesa më e rëndësishme është pjesa dhe ndikimi në zhvillimin ekonomik të vendit, atë demokratik, dhe gjithashtu pjesën sociale të kësaj. Gjithashtu një aspekt të ri që kemi studiuar në këtë radhë ka qenë pjesa e shpërnguljeve nga vendet rurale në vendet urbane dhe mëtej, në mënyrë që kanë qenë si protestë për zhvillimet të cilat kanë qenë të paktën në vendin e tyre. Disa të dhëna konkrete dhe të zbatueshme do t'i japim si rekomandime, të cilat do të mund të merren parasysh nga vendimarrësit në nivelin qendror dhe nivelin lokal. Fatmirësisht, gjatë periudhës që kemi prezantuar të dhënat, ka qenë pjesë e fushatës zgjedhore në nivelin lokal, kështu që jemi siguruar që të dhënat të cilat i kemi pas deri më tani, i kemi mbledhur, i kemi analizuar dhe i kemi ndarë me kandidatët për këshilltar lokal dhe kandidatët për kryetar komunash në mënyrë që nëse përzgjidhen, cilat do të ishin hapat e parë të cilat do t'i ndërmerrnin për të përmirësuar këtë dukuri. Në vetëm në një dekadë nga të dhënat e statistikave të fundit që kemi marrë nga Instituti Statistikor i Kosovës, dhe se popullsia rurale është zvogëluar mbi 36% dhe janë braktisur shumë shtëpi në fshatra të ndryshme. Kjo nuk është vetëm një statistikë të cilën ne po e paraqesim, por është një realitet që po e humb zhvillimin dhe ekuilibrin ekonomik dhe social në këto fshatra. Në të njëjtën kohë marr parasysh nivelin aktiv mjaft të vogël të grave në tregun e punës, që është nën deri në 26%, janë arsyet kryesore pse ne duhet të fokusohemi më shumë në vendet rurale për të përcaktuar ndërtimin e kopshteve, shkollave dhe për të ofruar transportin publik në të njëjtin drejtim. Arsyet pse i mbajnë gratë jashtë tregut të punës janë orare të ndryshme ose të pamjaftueshme ose të parregulluara fare të transportit publik në vendet rurale. Kemi realizuar 3 mikrostudime në komunën e Mitrovicës, në komunën e Pejës dhe në komunën e Prizrenit, ku kemi takuar qytetarët dhe i kemi pyetur drejt për problemet të cilat ata ballafaqohen në bazë ditore dhe arsyet se pse nuk shkojnë në punë. Kemi hasur në një nivel mjaft të lartë të grave të cilat kanë pasur studimet bachelor dhe studimet master të përfunduara, mirë po, për shkak që nuk kanë pasur ku t'i dërgojnë fëmijët, sepse janë në një moshë 30-35 vjeçare, nuk kanë pasur mundësi ku t'i dërgojnë fëmijët në kopsht, kanë pasur të pamundur që të dalin në vend të punës në orar të caktuar, për shkak të mungesës së transportit në njëjtin drejtim. Andaj hapja e qendrave publike edhe në zona rurale është një pjesë integrale e rrjetit arsimor publik, kjo bazuar në dhënat që i kemi siguruar edhe për Ministrisë së Arsimit, dhe gjithashtu përtej socializimit të fëmijëve, edukimi i hershëm dhe edukimi parashkollor është i domosdoshëm sidomos edhe për fëmijët në pjesën e zonave rurale. Subvencionimi i transportit publik përtej nivelit qendror, përtej nivelit të qyteteve të mëdha është një domosdoshëm për të lidhur të gjitha fshatrat me nivelin qendror në orare të ndryshme dhe orare të zgjatura, sepse një pjesë e transportit sigurohet vetëm deri në orat 3 apo 4 pasdice, ndërsa kemi orare të ndryshme si motrat medicinale, personeli që punon në banatore dhe të tjera që orari përfundon rreth orës 8 apo 9 në mbrëmje dhe kanë të pamundur kthimin pastaj në shtëpi për shkak të mungesës së transportit dhe duhet gjithmonë të jetë dikush tjetër që i ndihmon për këtë kthim. Andaj rritja e punësimit të grave dhe të ardhurave familjare në të njëjtën kohë e ul shpërnguljen nga fshatrat, zbrazjen e fshatrave, e ka një zhvillim më të hapshëm ekonomik në aspektin lokal dhe gjithashtu është një zhvillim i qëndrueshëm në të gjithë vendin. Nga studimet të cilat i kemi analizuar në nivelin gjithashtu dhe rajonal dhe shteteve evropiane të cilat do duhen të mirënim se rekomandimin më të mirë, është se për çdo 1 euro të investuar në kujdesin e hershëm të fëmijëve, tregohet se prej 7 deri në 10 euro është përfitim ekonomik afatgjatë. Do thotë nuk është përfitim që kthehet brenda 2 apo 3 viteve, por pas 5-10 viteve ne shohim rezultatin pozitiv të 1 euro të investuar më shumë në edukimin e hershëm të fëmijëve. Andaj ne konsiderojmë këtë agjendë për ta shtyrë përpara, vetëm si një reformë, po duhet ta shohim si një strategji për një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm dhe afatgjatë të vendit tonë.
Andaj, sot këtu jemi mbledhur për t'ju dëgjuar edhe më shumë rekomandimet e juaja bazuar në punën e juaj në terren. E di që në pjesa më e madhe pjesëmarrësve që kemi sot, keni bërë studime të ndryshme në ndër vite mbi temën e njëjtë dhe besoj që do t'i kemi në linja të njëjta rekomandimet që do t'ju japim për shkak të fushës që kemi punuar tashmë disa vite. Andaj besojmë që rifokusimi në pjesën e jetës së fshatrave krijon një mundësi të barabartë për qytetar, për edukim të hershëm, për transport dhe të gjitha aspektet tjera të aktivizimit social dhe gjithashtu besojmë që do duhet të shpalleshin edhe si prioritet nacional ndërtimi i kopshteve, jo vetëm premtime gjatë fushatës zgjedhore, jo vetëm numra dhe përqindjet se sa janë zhvilluar pas përfundimit të mandatit të secilit kryetar, por duhet të shihen rezultate praktike, nëse themi që në komunën e Prizrenit janë premtuar 3 kopshte në 3 zona të ndryshme rurale, besoj që kjo nuk do duhet të muatej me përqindje, por do duhet që brenda një viti të jetë kopshti dhe të jenë fëmijët aktiv që marrin pjesë në edukimin e tyre të hershëm në këtë kopsht. Nuk do disha dashur që zgjas më shumë, me që do ta kemi edhe prezantimin nga kolegja ime, në të njëjtën kohë kisha dashur të falenderoj edhe një herë Smart Balkans, të cilët besojnë në punën tonë ndër vite për pjesën aktive të grave në tregun e punës. Bora? Atëherë po vazhdojmë me prezantimin e punimit. Sfidat kryesore që janë trajtuar në këtë punim është se Kosova po përballet me një sfidë të dyfish që ndërlidhet mes vete, që është shpopulimi i fshatrave dhe mospërfshirja e grave në tregun e punës. Në 10 vitet e fundit, vendi ka humbur rreth 150.000 banor, që do të thotë është zvogluar për 9%, ku popullsia rurale ka rënë me 36%, që do të thotë 290.000 persona më pak, ndërsa ajo urbane është rritur me 17%. Për herë të parë, më shumë se gjysma e qytetarëve jetojnë në zona urbane, dhe ky trend shpërnguljeje nuk është i qëndrueshëm dhe shpesh është i nxitur jo nga zgjedhja, por nga mungesa e shërbimeve bazike në fshat. Atëherë, 2 sfida të cilat janë trajtuar janë mungesa e kopshteve publike në fshatra dhe transporti publik i subvencionuar. Tek mungesa e kopshteve publike në fshatra, kujdesi dhe zhvillimi i hershëm i fëmijëve dim se është vendimtar për suksesin e tyre në jetë. Sot vetëm një pjesë e vogël e fëmijëve ndjekin kopsht, kryesisht në familjet urbane me 2 prindër të punësuar, gjë që kjo krijon pabarazi të thellë sociale dhe mban barrën e kujdesit mbi gratë, duke i përjashtuar ato nga tregu i punës. Andaj, si rekomandim është hapja e qerdheve rurale të integruara në rrjetin publik të arsimit me plan program bashkëkohor si prioritet kombëtar. Dhe sfida e 2, siç e përmenda, është transporti publik i subvencionuar. Mungesa ose kostja e lartë e transportit është një pengesë madhore për gratë dhe familjet rurale në qasje në punë, arsim dhe shërbime shëndetësore. Si rekomandim është subvencionimi i linjave të transportit rural për të siguruar lidhje të rregullta dhe të përballueshme mes fshatrave dhe qendrave urbane. Të dhënat kryesore që i mbështesin këto rekomandime është se në Kosovë vetëm 26% e grave janë pjesë e tregut të punës, krahasuar me 61% të burrave. 3/4 e grave as nuk punojnë dhe as nuk kërkojnë punë. Sipas të dhënave të terrenit të mbledhura gjatë qershorit 2025, 90% e grave thonë se nuk punojnë sepse nuk kanë kujt t'ia lënë fëmijët. Kostja e transportit për në punë është e papërballueshme për shumë familje. Në zonat urbane 24% e fëmijëve ndjekin kopsht, ndërsa në fshatra vetëm 14%. Vetëm 42% e banorëve rural kanë linjë të rregullt transporti publik, krahasuar me 64% në qytet. Pra, fakti që ka pak kopshte dhe linja transporti tregon për mospërfshirjen e grave në vendimmarrje, sepse politikat lokale kanë investuar më shumë në rrugë e më pak në shërbime sociale. Nëse realizohen këto 2 intervenime, priten disa përfitime të ndjeshme, siç është rritja e punësimit të grave dhe zvoglimi i varësisë nga skema sociale, është ulja e shpërnguljes dhe gjallërimi i fshatrave, rritja e të ardhurave familjare dhe zhvillimi ekonomik lokal dhe përfitime afatgjate për ekonominë kombëtare. Çdo 1 euro e investuar në kujdesin e hershëm gjeneron deri në 7 deri në 10 euro kthem.
Rekomandimet të cilat janë për politikat publike, rekomandohet që të hartohet një strategji kombëtare për kujdesin e hershëm dhe transportin rural, e cila shpall hapjen e qerdheve publike në zonat rurale si prioritet kombëtar, duke integruar ato në rrjetin arsimor publik. Pastaj është të dizajnoj një skemë subvencionimi për transport publik rural me fokus të gratë dhe familjet me të ardhurat të ulta, dhe alokon fonde të dedikuara për qerdhe dhe transport publik në buxhetin vjetor, duke i trajtuar si tema zhvillimore dhe të krijojë mekanizëm monitorimi që matë efektet e këtyre masave në punësimin e grave, uljen e shpërnguljes dhe zhvillimin lokal. Ky dokument nuk ofron vetëm një zgjidhje sociale, por një strategji zhvillimore për të ardhmen e Kosovës, një vizion ku fshatrat nuk braktisen, gratë kontribuojnë barabartë në ekonomi dhe shërbimet publike janë të qasshme për të gjithë qytetarët kudo që jetojnë. Përshëndetje për gjithë. Jam Arzu Çukiqe, nga komuna e Prizrenit, ku e kam bë hulumtimin për fshatin Gorozhop. Kështu. Pak a shumë po ju njoftoj rreth komunës Prizrenit. Komuna Prizrenit gjithsej përfshin qytetin e Prizrenit dhe fshatrat për rreth, ku gjithsej janë 73 vendbanime, ku gjithsej janë 19.639 shtëpi. Mesatarisht, do më thonë, në çdo fshat janë diku deri në 113 shtëpi dhe 533 banor. Po thuaj se këto fshatrat e Prizrenit të gjitha janë rregullisht ku ekziston një infrastrukturë rrugore, përfshirë ndriçimin publik, trotuare të rregullta, ku edhe ka një linjë të udhëtimit të mirë. Përndryshe, fshati Gorozhop është një fshat i komunës së Prizrenit, i vendosur në një zonë kodrinore malore. Fshati kufizohet me fshatrat Kushnin, Romajnë dhe Randobrav. Sipas të dhënave të vitit 2024, fshati Gorozhop ka një popullsi rreth 250 deri në 350 banor, në të cilën të gjithë përkasin komunitetit shqiptar. Nuk kishte komunitet Roma, Shkali, Egjiptas, Turk apo Bosnjak, po vetëm shqiptar. Në këtë fshat kemi hasur në disa vështirësi rreth arsimimit, rreth linjave të transportit ku kishin vështirësi tepër të madhe, ku vetëm gjatë ditës kishte 2 linja për udhëtim. Njëna cila ishte rreth orës 7 mëngjesit dhe tjetra rreth 3 pasdite. Kurse në të gjithë fshatin kishte vetëm një shkollë ku ekzistonte në të gjithë fshatin. Fshatra tjera ku janë të përfshirë Romaja, Kushnini dhe Randobrava kishin vështirësi shumë të madhe me udhëtu deri tek fshati Gorozhop për me ndjek shkollimin dhe kishte një mungesë kogja të madhe të nxënësve. Kurse për qerdhet, mund të me thonë që ekziston vetëm një institucion parashkollor, ku gjithsej ishin pjesëmarrës 12 nxënës dhe jo më shumë. Në të gjithë fshatin, do me thonë, diku ekzistojshin 56 deri në 60 fëmijë, ku vetëm prej tyre të moshës 0-5 dhe prej tyre janë diku 12 që e ndjekin parashkollën. Përveç kësaj, gratë ishin diku deri 200-300 gra gjithsej dhe 10 deri në 15 gra janë të punësuara. Mund të me thënë që vetëm 1 deri 2 veta janë të punësuara jashtë fshatit, kurse ato tjerat janë brenda fshatit. Në të gjithë fshatin ekzistonte vetëm një edukatore, jo më shumë. Gratë tjera u mishin me bujqësi, me zhvillimin e bujqësisë, kishte vështirësi shumë të madhe, sidomos rreth punësimit, ku
Disa prej tyre dëshirojshen që më punësu jashtë fshatit, po problemi që transporti nuk ishte i rregullt, për atë nuk kishin mundësi se qysh me ndjek punësimin dhe disa prej tyre vetëm se me dëshirë nuk punojnë, po ashtu edhe largësia pak ja ka vështirësu këtë punë. Faleminderit shumë Arzo. Tani ja kisha kaluar fjalën Vlora Latifit, e cila ka bërë ulëmtimin në komunën e Pejës, për ta treguar më shumë detajet rreth fshatit Buqan dhe punësojshmërisë apo aktivitetit grave. Faleminderit shumë. Përshëndetje për gjithë. Përndryshe unë jam Vlora Latifi, vi prej komunës Pejës, kom punu me fshatin Buqan. E kime përzgjedh një fshat cilin është kategorizu që ka një numër të madh të banorëve, sidomos të femrave, cilat janë të gatshme për tregun e punës. Puna jonë ose studimi që bote fshati Buqan, përndryshe fshati Buqan është diku 15 km larg prej qytetit Pejës, e ka një infrastrukturë të jashtëzakonshme, të e përfshi ndriqimin, rrugën, asfaltin, të gjitha kushtet elementare, po ajo që ka na e kemi vrejt të fshati Buqan shumë të theksume ka qenë çështja punësimit e grave, çështja kupshtit të fëmijëve dhe çështja transportit çështja transportit publik. Do të thonë këto 3 kategori kanë qenë të problemet kryesore të cilat e kanë ballafaqu fshatin Buqan. Ajo që ka na jemi mundu me nxirr prej këtij fshatit, kemi taku familjet, kemi bërë intervista, kemi bërë takime me të gjithë banorët e fshatit, ku realisht fshati Buqan është një fshat i madh, ka 453 banorë për momentin, edhe pse është shumë e theksuar edhe pjesë zhvendosjes. Do të thonë në 2 vitet e fundit i kemi diku rreth 20 familje që janë zhvendosur për fshatit Buqan, pikërisht për shkak ose për arsye të këtyre 3 problematikave, për shkak se s'kan pas qasje në arsim për fëmijët, s'kan pas qasje në transport publik dhe s'kan qasje në tregun e punës. Këto janë 3 kategori të cilat po ballafaqohet edhe fshati Buqan. Përndryshe, tek çështja e punësimit, sidomos te pjesa e grave, fshati Buqani ka 215 gra që jetojnë në këtë fshat, përndryshe 8 prej tyre janë të punësuar në punësimin publiko-privat. Ndërsa pjesa tjetër e grave, 60 prej tyre i plotësojnë kushtet për tregun e punës, janë të gatshme për tregun e punës, po për shkak të kushteve ose për shkak të këtyre sfidave që i përmenda që është transporti, një prej tyre, edhe që është qerdhet, janë shkaktare që gratë nuk mundën mu punësu për shkak se s'kan ku milion fëmijë gjatë ditës, dhe pjesa tjetër është që transporti është i organizuar vetëm për nxënësa të cilët po ashtu kanë vështirësi të jashtëzakonshme për me viju shkollën. Këto janë problemet kryesore që gratë nuk kanë qasje në tregun e punës, dhe kjo është problemi që ato 90% prej tyre punojnë në blegtori ose në çështje tjera bujqësore në fshat. Pjesa tjetër ose një prej problemeve tjera që ka shkaktu edhe ka ndiku në 3, sepse të 3 kategorit janë të ndërlidhura njëna me tjetrën, është çështja edhe edukimit për fëmijët ose arsimit, për shkak se në fshatin Buqan ekziston vetëm një aneks i shkollës së Baranit, është një fshat tjetër që është afër kësaj zones, afër fshatit Buqan, përndryshe krejt këto fshatra të cilat pi përmendi që janë Vranoci, është Buqani, është Barani, është thirrët Lugu i Baranit, është një zonë kogja e madhe që e përfshin vish një shkollë. Të gjitha këto fshatra tu përfshi edhe Buqanin e ndjekin shkollën prej klasës 5 deri në klasën e 9. Përndryshe Buqani ka një shkollë, një aneks shkollë të Baranit, ku shkojnë 18 nxënësa pi krejt atij fshatit, që është klasa 1 deri në 5. Pjesa tjetër e fëmijëve detyrohen me shku me transport, që është i organizuar 2 herë në ditë dhe ata gjatë procesit mësimor, ata paguajnë 1.5 euro, 1 euro e gjysmë përndryshe, paguajnë për transportin për me kry ose me viju shkollën prej klasës 5 deri 9. Kjo është një prej problematikave shumë të mëdha që realisht ballafaqohen fshati Buqan, që realisht po ndikon edhe në braktisjen e fshatit, po ndikon edhe në punësim të grave. Do të thonë se gjithçka është ndërlidhur, edhe edukimi, edhe qerdhet, edhe transporti, edhe gjithçka është e ndërlidhur njëna me tjetër. Te pjesa e transportit, që ka ndikuar shumë edhe ndikon vazhdimisht, është edhe të punësimi i grave, për shkak se ato nuk kanë mundësi edhe nuk kanë kosto për me pagu për shembull transportin, që është 2 euro me shku deri në qytet Pejës, për me desh me punu, paga është shumë e vogël dhe është pa përballueshme për me përballu edhe transportin që me pagu 2 euro, dhe pastaj është edhe një problem tjetër për shkak se transporti
Vetëm gjatë kohës kur nxënësat janë në mësim, është transport i rregullt. Për ndryshe gjatë kohës tjetër nuk ka transport të rregullt që gratë munden me dalë me punu në qytetin e PS. Do më thonë, ka probleme të tjera, 2 euro kosto, paka mujore shumë e vogël, transporti jo i rregullt. Problemi kryesor çka na e kemi vrej, do më thonë janë 3 kategorit, janë qerdhet, kopshtet, për shkak se komuna e PS e ka 1 qerdhe publike që realisht i ka dhe 3 anekse tjera, kuadër qytetit, e 4-ta është kriju tash në fshatin Vitomeric, është e 4-ta, është hap tash pak para zgjedhjeve, si zakonisht. Për ndryshe, kjo zonë që përfshin edhe fshatin Buqan është një zonë shumë e madhe, i ka 6 fshatra përreth, që asnjë prej tyre nuk ka fëmijë në qerdhe. Përpos atyne familjeve që janë shpërnguar në qytet, ose atyne familje që kanë kushtet financiare më të mira edhe vijojnë punësueshmëri në qytet të PS. Për ndryshe, fshati Buqan e ka edhe një të punësuar gru që është mësuese, e vetmja mësuese që punon në fshatin Buqan, po për ndryshe punon edhe në fshatin Baran, për shkak se Barani i ofron kushte për klasat 5 deri 9. Mandej mos flasim për shkollën e mesme, që është hala më e vështirë, për shkak se për më ardh në qytet, nxënësa du të marrë me kry shkollën e mesme në qytet PS, se cila shkollë e mesme në komunën e PS është koqa larg prej qytetit, kështu që ka problematikat e tilla të cilat janë shumë të mëdha, të cilat po ndikojnë se cila zinxhir njëna me tjetrën që krijon papunësueshmëri, po krijon shumë, po ndikojnë shumë te pjesja e zhvendosjes. Ka qenë shumë interesante dhe shumë sfiduese edhe diskutimet kur I kemi bërë në fshatin Buqan me banorët, shumica banorëve e mendojnë zhvendosjen prej fshatit për shkak të këtyre problematikave. Do të thonë kjo ka qenë shumë shqetësuese. Çdo dytën familje që kemi taku ka kërkuar që ka mu zhvendos sepse nuk ka kushte për fëmijët, nanat s'kan ku milon fëmijët, nanat pa punë, prindët të tyre shumë edhe burrat, sepse aty papunësia është shumë e madhe, edhe pjesa e burrave, do të thonë jo vetëm e grave, shumica punojnë me bujqësi për shkak të këtyre problemeve që I ceka edhe më herët. Që kjo është përgjithësi për Buqanin, për ndryshe nëse ka dikush ose intereson pak më shumë, pyetje çka do jam këtu për juve. Faleminderit shumë Vlorë. Për te komunës së Prizrenit të PS, e kemi dhe komunën e Mitrovicës, ku kolegja nga Mitrovica nuk ka mundur të jetë sot prezent, mirë po I paraqes disa nga të gjeturat kryesore. Do thotë edhe në komunën e Mitrovicës është vetëm një kopsht publik, ndërsa ekzistojnë 5 kopshte private, ndërsa sa I përket vjeshmërisë së fëmijëve në edukimin e hershëm si kopsht, është vetëm 9% e fëmijëve shkojnë në kopshte në baza ditore, do thotë pjesa tjetër e kësaj 81% që I qëndrojnë në shtëpi me prindët e tyre. Ndërsa sa I përket fshatit Zhabar, pjesa më e lartë nuk shkojnë në kopshte, e ka një kosto goxha të lartë të financimit dhe të transportit për të udhëtuar deri në qytetin e Mitrovicës, ndërsa konsiderohet edhe largësia nga qyteti dhe mungesa e transportit në orare të ndryshme. Disa nga fushat kryesore që merren gratë në pjesën e fshatit Zhabar janë pjesa me bujqësi, me bletarisi dhe me kultivimin e pemëve dhe perimeve që karakterizohet për këtë pjesë të komunës së Zhabarit. Këtu kemi edhe kolege tjera nga komuna e Mitrovicës, të cilat do të mund të na japin ndoshta edhe më shumë detaje për çështjen e pjesëmarrjes të grave të ulët në nivelin e punësueshmërisë dhe gjithashtu numrit të ulët të kopshteve. Diskutuam edhe më herët që në nivelin qendror ka mungesë të kopshteve publike, përderisa ato promovohen mjaft shumë gjatë fushatave zgjedhore dhe pas fushatave zgjedhore po e shohim rezultatin që është minimal, për mos thënë fare në këtë drejtim. Falenderoj gjitha kolegët për prezentimet, ne bëm një shpërndarje me që secila prej kolegeve ka qenë në terren për të realizuar intervistat në nivel personal me gjitha gratë e këtyre fshatrave, andaj patëm kënaqësinë që të ndihmojmë përvojat e tyre në këtë drejtim, ndërsa tani unë kisha hapur diskutimin për çdo koment apo sugjerim që kemi nga ana juaj. Dhe gjithashtu, pra njush e keni edhe ulëmtimin me numra më të saktë edhe nga Agencija Statistikore e Kosovës me regjistrimin e fundit të popullsisë, pra të gjitha këto lëvizjet nga vendi rural në vendin urban janë të bazuara në të dhënat e fundit të regjistrimit të cilat janë bërë, bazuar edhe në pjesën e punësueshmërisë dhe mos punësueshmërisë të grave në këtë drejtim dhe jo aktivitetit të këtyre për të angazhuar në tregun e punës.